Si duhet vepruar në një moment kur shohim një tëmet tek vëllau jon? Në lidhje me këtë, më së miri na këshillon Hatim el-Asam ku thot: nëse sheh një gabim tek vëllau jot, nëse sheh një tëmet tek vëllau jot, në qoftë se këtë gabim ose këtë tëmet e fsheh nga ai, kjo është tradhti ndaj tij. Në qoftë se këtë tëmet të vëllaut tënd e flet me shokët e tu, kjo është përgojim. Në qoftë se ja thua drejt për drejt, kjo mund të jetë arsye për ta lënduar atë, për ta mërzitur atë, dhe mund të jetë shkak që ai të largohet nga shoqëria jote. Atëherë si duhet vepruar? E para, duhet me shumë kujdes për t'ia përmendur. E dyta, duhet ta këshillojmë atë në formën më të mirë të mundshme, me plot urtësi, butësi dhe thjeshtësi. Dhe e treta, të mundohemi që në bisedat tonë të përgjithshme ta përmendim këtë tëmet si një dukuri që nuk duhet të jetë pjesë e jetës së besimtarit. Kjo padyshim do të ishte forma më e mirë. Lut Zotin e Madh që t'i largoj të gjitha paragjykimet nga mesi i shoqërisë islame, ta shtoj dashurinë në mesin tonë dhe të na e mundsoj që në dunja të jetojmë si vëllezër dhe kjo dashuri të jetë arsye për të fituar nesër shefatin e të dërguarit të Zotit sallallahu alaihi wasallam.